5 shenjat e zodiakut që të gjejnë dashurinë duke filluar nga nesër. Binjakët i lënë fjalët më njanë dhe kalojnë në veprime. Marsin e Shëgjitari shtyn të shprehin ndjenjat e tyre pa frikë dhe të bëjnë hapin e parë. Ata që janë në lidhje do të ndjejnë nevojën për të provuar dashurinë e tyre me veprime, ndërsa beqarat mund të takojnë një person që do t'i mërzisë në mënyrën më të mirë. Akrepët janë në mes një zbulimi intensiv emocional. Hëna e plot në kundërshtim me Demin sjell ndershmëri, qartësi dhe fillime të reja. Disa mund të ndërmarrin hapin tjetër në një marrëdhënie, ndërsa të tjerë mund të kuptojnë se kush e meriton vërtet zemrën e tyre. Për Demin, kjo javë ndihet si diçka e dalë nga një film romantik. Venusi në Akrep ringjall dashurinë dhe i bashkon njerëzit. Ata që janë në marrëdhënie të përkushtuara rizbulojnë magjinë në marrëdhëniet e tyre, ndërsa beqarët tërhiqen admirues të rinj me natyrshmërinë dhe vetbesimin e tyre. Briciapët ndjejnë zemrat e tyre duke u zbutur. Urani në Dem hap rrugën për një dashuri më autentike dhe të qëndrueshme. Një marrëdhënie mund të kalojë në nivelin tjetër ose mund të lindë një njohje e re që sjellë kujditje dhe siguri të vërtetë. Luanët po përjetojnë një periudhë zgjimi emocional. Merkuri retrograd sjell në pas çështje të vjetra, por këtë herë ka pikuri dhe gatishmëri për komunikim të vërtetë. Dashuria vjen përmes kuptimit të thellë, jo pasioneve sipërfaqësore. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.